Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Kur prindrit më vdiqën, kuptova që kishim pasuri dhe unë nuk dija asgjë. Nuk do të harroj kur ditën kur çelësat e shtëpisë si me të vjetër ranë nga duart e noterit mbi tavolinë. U dëgjuan se 2 goditje faji. Tak tak. Ula përballë tij me duar që më dridheshin ende nga humbja e 2 fisht. Mamaja dhe babai kishin ikur brenda 5 muajsh. Unë isha vajza e tyre e vetme, por gjithmonë ndihesha sikur nuk i njihja plotësisht. Të heshtur, të mbyllur, të kujdesshëm në çdo gjë. Ose të paktën kështu besoja. Noteri hapi dosjen ngri dhe shikimi im ngeci në një listë gjatë që dukej si një hartë thesari. Ronela, prindrit tuaj kanë lënë një sasi të konsiderueshme pasurie, tha ai me ton të qetë, sikur po më tregonte orarin e autobusit. Mendova se nuk isha dëgjuar mirë. Unë, vajza që prindrit mezi paguanin që ran, ajo që rritej duke numëruar monedhat në portofolin e tyre, ajo që mësonte të mos kërkonte gjëra që nuk duan. Më falni, sa? Përshpërita unë. Ai solli pranë një dosje tjetër më të trash. E hapi, reshta, numra, llogari bankare, dhe unë ndihesha si një figurë që sapo e kishte çarë një perde të gjatë gënjeshtrash. Pika e parë ishte një apartament luksoz në qendër të Tiranës. Pika e dytë një vilë e vogël në periferi. Pika e tretë kursime në disa banka. Pika e 4 të ardhura nga qiraja e 2 ambienteve që nuk e dija se ekzistonin. Nëna ime kishte punuar gjithë jetën si roba qepse. Baba im ishte elektricist. Kur nuk shfaqen shenja pasurie, as kërkesa, as shpenzime të kota. Edhe te pazari bënim llogarit me kujdes. Ndonjëherë gjëja mamin duke matur çmimet sikur po priste një fije gëzofi të padukshëm. Të gjitha vuajtjet tona kishin qenë një fasadë. Më pas, kur hyra në shtëpinë pas vdekjes, aroma e detergjentit dhe qetësisë së vjetër më rrethoi si një shall i ftohtë. Ula pranë komodinës së nënës dhe pash një blok të mbështjellë me karton blu. Era e letrës së vjetër më goditi si një kujtim i harruar. E hapa, reshta të shkruar me dorë të imët. Para do t'i ruajmë, Ronela s'kap se të rritet si ne. Ajo duhet të di të fluturoj pa frikë. Nuk dua që vajza jonë të ketë barrën e lakmis. Do i tregojmë kur të jemi larguar, sepse vetëm atëherë do ta kuptoj se kjo pasuri është dhuratë dhe jo kurth. Ula në shtrat dhe faqet mu mjegulluan. Mami më kishte dashur me një mënyrë që unë nuk e doja kurrë. Një dashuri që më mbronte jo vetëm nga varfëria, por nga njerëzit e gabuar, nga zhgënjimet, nga ajo lakmia e shoqërisë që gjen mënyrë të kafshojë edhe zemrat më të buta. Në kasafort, në fund të dollapit, gjeta një kuti të zezë prej druri. Brenda kishte disa kontrata, disa fotografi dhe një letër e shkruar vetëm 2 javë para se ai të vdiste. Roni, të kam parë gjithmonë të luftosh për çdo gjë që ke. Desha të mësoj vlerën e punës para se të njihje vlerën e pasurisë. Mos e harxho këtë jetë duke u fshehur nga njerëzit e gabuar. Kjo pasuri është mundi ynë i heshtur. Baba im, njeriu më i qetë që kam njohur, kishte qenë i zgjuar, i kujdesshëm, larg pamës dhe unë nuk kisha ditur asgjë. Ditët që pasuan ishin si të ecje mbi një qelëq të hollë. Njerëz të largët të familjes filluan të më telefononin. Këshilla, ngushëllime, jemi pranë teje. Disa miq u shndëruan papritur në ekspert investimesh. Disa të tjerë më pyetën sa kisha trashëguar, sikur isha një bankomat i hapur. U mbylla në vetvete për javë të tëra. Nuk më dukej e drejtë që unë, vajza e varfër e 2 punëtorëve të thjesht, papritur ndodhesha në një tjetër realitet. Por një mbrëmje ndërsa po shikoj qiellin nga balkoni i shtëpisë së tyre, kuptova diçka. Asgjë nga kjo nuk ishte e imja, derisa unë të vendosja çfarë do bëja me të. Deri atë ditë, isha Ronela që ecte kokulur në rrugë me ankthin që t'ja dilja me të ardhurat modeste. Tani duhet të bëhesha Ronela që prindrit kishin ëndërruar. Jo një vajzë e prishur nga parat, por një grua që diti përdor me mençuri.
Shtëpin luksoze nuk e shita, e bëra qendrën time të re të jetës. Vila në periferi u shndërua në një hapësirë për fëmijët në nevojë, me emrat e prindërve të mi te porta. Kursimet e tyre investova në një biznes të vogël për veten time, një librari kafe. Dhe për herë të parë në jetë, unë ndjeva e lirë. Jo për shkak të pasurisë, por sepse kuptova të vërtetën e prindërve të mi. Ata më mësuan të jetoj me pak që të mos sundohem nga shumë. Nuk arrita dot t'i falenderoj, por çdo gjë që bëj tani ka emrin e tyre. Dhe në çdo hap nuk jam vetëm. Jam me kujtimet e 2 njerëzve që punuan fshehurazi për të më dhënë një jetë më të butë se e tyre.